Osteoblastet përbëjnë afërsisht 5% të kockave dhe janë përgjegjëse për mineralizimin e kockave dhe rimodelimin e tyre të mëvonshëm. Që do të thotë, ne kemi mundësi që kockën me kalimin e viteve ta fortësojmë. Osteocitet janë qeliza kockore me jetëgjatësinë më të gjatë 25 vjeçare. Pra, njeriu nga mosha e lindjes, se kockat formohen afërsisht që në javën e 8 të shtatzanisë dhe vazhdojmë edhe pas lindjes, pra osteocitet vazhdojnë aktivitetin e tyre për 25 vite në drejtim të fortësisë kockore. Mandej, dhe këto osteocitet që përbëjnë gati 95% të kockave, këto fillojnë të dobësohen. Pra, këtë fakt ne duhet ta kapim që osteocitet mbas moshës 25 vjeçare të dimë se si t'i ruajmë përafërsisht në nivele normale.